Vllaznia e futsallit e nis me fitore turin e dytë të turneut ndërkombëtar Ulqini Open 2026, teksa që në sfidën e parë të këtij turi triumfon ndaj skuadrës së Kotorit. Ndeshja e luajtur në Pallatin e Sportit të Ulqinit ka prezantuar një vllazni kompakte, ku në 25 minutat e fraksionit të parë organizon sulmet një pasnjëshme në drejtim të portës kundërshtare, derisa gjuajtja potente e Semir Gokajt përfundon në rrjetën e portës së Kotorit. Krahas golit të Gokajt, të dyja skuadrat patën edhe raste të tjera shënimi, por pjesa e parë mbyllet me këtë avantazh. Fraksioni i dytë ishte edhe më i luftuar dhe me faza më interesante, kjo dhe për meritë e ekipit Kotorit, i cili duke u deklaruar që në nisje të turneut si një nga pretendentët kryesor, jo vetëm do të barazonte rezultatin, por pati entuziazëm edhe për fitoret të ndeshjes, por nga ana tjetër është një vllazni e vendosur për ta fituar këtë takim dhe për të ecur më tej. Dhe pas kësaj lufte sportive që hera herës u shndërrua në spektakël, i jep drejtimi ish futbollisti i njohur i vllaznisë Sari Djepaxhia, i cili po lë gjurmë në disiplinën e futsallës. Pas një aksioni model vjen Perla Djepaxhis që tund rrjetën e Kotorit, duke vulosur rezultatin 2-1 në favor të vllaznisë dhe duke i dhënë një fitore të rëndësishme për në rrugën e kualifikimit për në turin tjetër të Ulqini Open, që pritet vendoset përfundimisht në ndeshjen e dytë të grupit, që përballë do të ketë ekipin e Krajës, edhe kjo një ndër skuadrat më të forta të këtij turneu.